Big Brother Kosova nuk është vetëm një reality show për argëtim, por një pasqyrë e shoqërisë sonë, me gjithë kontradiktat, paragjykimet dhe zhvillimet që po përjetojmë si komunitet. Çdo sezon sjell personazhe të ndryshëm, histori të ndryshme dhe debate që shpesh dalin përtej mureve të shtëpisë, duke u reflektuar drejt për drejt në shoqëri. Një nga rastet që kanë nxitur më së shumti diskutime është ai i Londrimit, që nga momenti i hyrjes së tij në shtëpi, ai u përball me pritshmëri, paragjykime dhe etiketime, vetëm për shkak të orientimit të tij seksual. Fatkeqësisht, kjo tregon se shoqëria jonë ende ka vështirësi ta pranojë diversitetin si vlerë dhe jo si kërcënim. Londrimi nuk kërkoi kurrë privilegje. Ai kërkoi vetëm të trajtohej si njeri, si banor i barabartë me të tjerët. Sjellja e tij, qetësia, argumentimi dhe mënyra se si i përballoi situatat e vështira treguan pjekuri emocionale dhe forcë karakteri. Në vend që të binte në provokime, ai zgjodhi dinjitetin. Dhe kjo është diçka që meriton respekt, pavarësisht orientimit seksual. Ajo që është edhe më pozitive, është fakti që jo të gjithë e paragjykuan. Disa banor dhe edhe shumë shikues treguan se shoqëria po ndryshon, që ka njerëz që din të shohin njeriun para paragjykimit, karakterin para stereotipit. Kjo është një fitore e vogël, por shumë e rëndësishme. Big Brother Kosova, përmes rasteve të tilla, ka hapur diskutime që ndoshta nuk do të ndodhnin kaq hapur në jetën e përditshme. Ka detyruar publikun të reflektojë, a jemi të drejtë në gjykimet tona, a kemi të drejtë të paragjykojmë dikë për atë që është, a jemi vërtet një shoqëri moderne? Lëndrimi u bë simbol i guximit për shumë të rinj që ndoshta ende kanë frikë të jenë vetvetja. Ai tregoi se autenticiteti nuk është dobësi, por forcë. Dhe se nuk ka asgjë të gabuar të jesh ndryshe, e gabuar është vetëm urrejtja. Në fund, Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë, nominime dhe debate. Është një shkollë sociale, ku secili prej nesh mund të mësojë diçka.